Profesor, kjo është nga kishat më të veçanta të gjithë zonës Shqipërisë Mesme apo jo? Po. Është ortodokse, po ka nisur si katolike apo jo? Katolike dhe në vitin 1691 1690 e njëshin 300 ca vjetë përpara. U kthyen ortodokse. Po pse? Dihet historia? Nuk e dim sakt, si duket edhe nga popullata që mund të kenë ardhur, nuk i dim mirë saktësisht pse, sepse nuk ka qenë shumë e banuar në shekulli 13-14 besoj kaq shumë njerëz. Po kur është ngritur tamam? Po t'i referohemi një shtresë bazike të kishës poshtë, kemi një simbol dielli atje. Që duhet të teston, po. Tempull po quhet pagan. Pagan. Në fakt të gjithë objektet e kultit, po ti vësh re kanë nisur mbi disa tempuj pagan, pastaj kanë ndryshuar në bazë të besimeve fetare që kanë lëvizur në atë zonë. Me urdhër të Franceskan Benediktit, papës, dhe urdhër që të bëhen në ndërtimi disa kishave në Shqipëri të Mesme dhe në veri. Po. Njëra nga këto 1300. Po. Po kur është eksaktësisht? Shekulli 13-14. Askush nuk e di tamam referencat e para. Ndërkohë, vura re një gjë, kisha këtu shumë e gjerë, hyrja, në fakt kisha shumë e bukur, ndërkohë në pjesën e poshtme është më e ngushtë. Pra kjo tregon që është pjesa më e hershme e kishës dhe pjesa tjetër është shtesë. Ja simboli i diellit. Që ka qenë tipik për tempujt tani shërben edhe për pagzim. Edhe për pagzim. Shihni sa e bukur është duket që kisha ka qenë edhe për arsye të gjerësisë murit. Këtu kisha e vjetër ku ka një gjerësi më të madhe, nëse shkon në pjesën tjetër është e shtruar me terrakot, që është më e vonë. Dhe po të vësh re gjerësinë e derës, këtu nuk është aq e madhe sa gjerësia e derës tjetër, që tregon që është ndërtim më i vonë, kur ka pasur struktura më solide të ndërtimit. Ama është kish e gjitha me afreske. Afresket janë bizantinë, do të thënë janë ortodokse. Kush i ka bërë? Muret afresket i ka bërë vëllezëri Zografi. Vëllezëri Zografi? Po. Me tempera, kuptohet. Janë gjithë skenat e Krishtit edhe shenjtorët. Pjesë nga ferri. Po, e shoh djallin. Ja ku është? Po, janë shumë dëmtuara, bile vjek para të po lejohej në kohën bizantine që të vizatohej djalli? Po, sepse është konfigurimi sipas Biblës edhe e përshkruan, nuk me siguri që duhet lejohet, edhe Dante Alighieri e ka përshkruar, edhe Michelangelo. Ndërkohë këtej shkojmë tek pjesa e Shkojmë tek baptisteri ose edhe pjesa e ikonostasit, vetëm pjesa qendrore e ikonostasit duket jetë e vjetër. Po. Vetëm trarimbajtës i ikonostasit. Ikonët që kanë qenë 12 apostujt po i quajmë. Kanë qenë të gdhendur me i kornis druri, i kemi të nga mbrapa, mund t'i shohim. Hymë atëre, në lejohet, me lejen e priftit. Konstantin Shpatarakun. Konstantin Shpataraku i famshëm. Shpataraku ka punuar ikonat, do të thënë këtu kanë qenë 12 ikonat. Ai ka bërë 16, po këtu janë 12 sipas 12 ikonat Shpatarakut. Dhe këto janë gjitha pikturat Zografit. Këto janë Zografit në përmure. Sa e bukur. Është djegur dhe një herë para disa vitesh kjo kishë. Ndërkohë sot duhet jetë monument kulture shumë e rëndësishme. Është e kategorisë parë. Unë besoj që ndër kishat ortodokse dhe katolike të zonës Shqipërisë Mesme, kjo duhet jetë më e rëndësishme. Është e vetme në Shqipëri e këtij stili, gotika romaniko. E vetmja gotika romaniko, po pse? Po sepse nuk ka si kjo. Kanë baptisteret, rumullakët, ndryshe. Kjo ka stilin e vet. E vetmja gotiko romane? Po, sepse shifet stili jashtëm. Po, në cilën pjesë, po? Dritarët e ngushta, po t'i shofësh dhe shkojnë për nalt, ja. Pra kjo është e vetmja kish e stilit gotik që ne kemi në Shqipëri. Po, sipas të dhënave që kemi. Dhe është thuajse në shekullit 13-14, vjeçare, domethënë. Po. Edhe vendosur mi bajnë i kodre dhe qeparisa duhet jenë shumë vjetër. Në vendin më të bukur, thuhet dhe legjenda për janë dy legjenda. Thuhet se 3 ushtar nisën nga Roma dhe ikin për në Jeruzalem, arrin këtë vend këtu, i Zenata, dhe shohin të njëjtën ëndër të 3. Edhe shenjtorët i thonë atyre që këtu duhet ndërtoni një kishë para se tikni, se është një vend kështu, vend ashtu shumë. Dhe ata vendosën ta ndërtojnë. Kjo është njëra anë. Fakt. Tjetra? Tjetra është thuhet për emrin Parashqivi. Parashqivi dhe Kabarne ka emrin Shën Premte. Po kjo është që në shekullin e dytë emri Parashqivisë edhe në Romë është një, kurse këtu në Shqipëri lidhet me faktin që këtë Parashqivia ishte një vajzë e pasur nga familjet e mira, nuk pranoi të martohej, ju dedikoi jetën Perëndis dhe për këtë ju dedikua një kishë. Për këtë ju dedikua një kishë dhe thonë që
Kur mbaroi kisha, për të ndezur qirit, nuk ishte nevojë se u ndezën vetë. Janë gojë dhana, po. Që është shumë bukur. Edhe këtu ke gjithë pamjen e Kavajës, apo jo me sa po shoh. Gjithë Bregdeti. Gjithë Bregdeti, atje jemi në zonën e Karpenit, kemi në zonën e Qerretit. Po në juglindje të Kavajës. 4 kilometra. 4 kilometra ka Kavaja? 4 kilometra. Në fakt është një prej vendeve që vlen ta vizitoni. Edhe për turizmin besoj. Për turizmin është brillante. Pamja është fantastike. Imagjino të keni një kishë gotike vetëm në Shqipëri që ndodhet mbi kodër dominante, që dominon gjithë fushën e Kavajës dhe shkon deri tutje ndet. Ndërkohë këtej shkojmë në zonën e Pez, Kryezi, në zonën tjetër që është zona kontinentore. Tu shkon Pez, tu po mund të futesh në mënyrë absolute në Toskanën shqiptare. E gjithë zona është me kodra të rrumbullakuara dhe është nga zonat më të bukura. Prej këtu ti dhe mund të hecësh besoj drejtim zonës. Patjetër, janë ta rrugë që çojnë atje.